Rikthehemi në këtë intervistë live në Real Story këtu nga Roma me kryeministrin e vendit zotin Edi Rama. Zoti kryeministër më replikuat në fund të pjesës dytë atë çfarë po ndodh me ne. Çfarë po ndodh fakt me mazhorancën? Çfarë më ndodh me mazhorancën? Po dëgjosh ekranet e Tiranës, thuaj se ka plasur lufta civile. Po kur ekranet e Tiranës kanë reflektuar realitetin e njerëzve në territor dhe kur njerëzit i kanë dëgjuar ekranet e Tiranës, se po dëgjoni njerëzit e ekranet e Tiranës, ne nuk do kishim fituar si palë zgjedhje Dem Babaden, kështu që se di çfarë thon fare ekranet e Tiranës, se unë nuk i shoh ekranet e Tiranës, më ilumino. Për shembull, ti rikthehemi ditës Halloweenit, 31 tetorit. 3 ngjarje që ndodhen në një ditë, pastaj rastësit, ne se gazetarë nuk besojmë të rastësit. Një vendim gjykatës kushtetuese që rikthen Erion Veliajn në postin e kryetarit të bashkisë, Spaku që merr në hetim zëvendës kryeministren, dhe pak orë më vonë vdes Fatosnana. Tani, nuk besoj se një dorë e padukshme i ka bashkuar të treja bashkë. Ka ditë që janë me ngjarje, ka javë të tëra që s'ka ngjarje, kështu që nuk i shoh të lidhura me njëra tjetrën këto. Po nëse i marrim të treja me radhë, të treja kanë ato domethëniet e tyre sipas meje. Ti marrim me radhë. Domethënia e parë lidhur me të parën është që një njeri i rëndësishëm i jetës publike shqiptare për vitet të tëra u nda nga jeta edhe la pas një kujtim pozitiv, mendoj. Madje ishte edhe disi e neveritshme të shikoje që ata të cilët e torturuan, e burgosën, përndoqën me fjalët më të egra të shqipes për vitet tëra, papritur pa kujtuar, e mirë trajtuan dhe i dhanë atë që uroj më në fund ta besojnë, por nëse e besojnë, duhet t'i kërkonin falje dhe të bënin një shfaqje pendese publike për çfarë i kanë bërë në të gjallë. Më lejoni para se të kalojmë te pikat e tjera. Ju në fjalimin tuaj e pranuat që ai kishte qenë babai juaj politik, siç dhe pranuat që ju ishit i biri që politikisht vrau babain. Po e kam thënë edhe tjerë. Për të zonë aty vendit. Pyetja ime është tani që ju jeni kryetari i Partisë Socialiste që për 25 tetorit vitit 2005 kam patur fatin që bëj intervistën e parë atëherë me herë pas kongresit. Pra pas 20 vjetësh ju jeni babai politik i Partisë Socialiste. Se kam një birë që të më vras për momentin. Keni apo s'keni? Jo, se kam një birë politik që të më vras për momentin, flas. Se ku është? Se kam. Pra, sepse kjo pastaj këtu futemi pastaj tek teoritë konspirative të ekraneve, por dhe jo vetëm, lidhur me raportin tuaj me Erionin, i cili gjithë e dim që ka qenë raport shumë i afërt, por Spaku nga vendimi i gjykatës kushtetuese dhe deri tani janë shtuar pikpyetjet nëse keni ka një pavarësisht kushteve në cilet ai ndodhet. A ka një raport tuaj, ju keni një raport me Erion Veliajn? Raporti im njerëzor me Erionin është më i fortë sot se çka qenë, që të jemi të qartë. Nga ana ime. Po nga ana e ti? Jo, dhe kur them nga ana ime, e theksoj sepse nuk është një raport që ka komunikim për shkak të pozicionit në cilin ndodhet ai. Kështu që nga ana njerëzore, përveç se çka ka qenë më parë, është shtuar edhe një keqardhje e thellë për atë që ai po përjeton. Dhe nuk po hyj këtu të komentoj asgjë më shumë, sepse s'dua të
merren pastaj fjalët dhe të përdoren apo të keq përdoren si komente që kanë të bëjnë me drejtsinë se s'dua të hyj në atë territor. Jo, po pa hyrë te drejtësia, Jo, po them pra që kam një keqardhje shumë të thellë për atë që ai po përjeton. Dhe për mua, padrejtësisht, ai po mbahet peng në qeli, në ndërkohë që me çfarë unë kam dëgjuar e me çfarë unë kam arritur të kuptoj, mbase nuk i kam dëgjuar gjitha, si kam kuptuar gjitha, por çfarë është bërë publike, për çfarë është bërë publike, ai fare mirë mund të hetojë në gjendje të lirë dhe mund të vazhdonte të drejtonte Tiranën. Kështu që në aspektin njerëzor, unë ndjej keqardhje të thellë për atë që ai po përjeton. Në aspektin e përgjegjësisë politike dhe publike që unë kam, ajo që thash në asamblenë e partisë dhe ajo që ne bëm është diçka që do ta bëja përsëri nëse do kthehesha mbrapa. Pra që Erioni të largohej nga ajo detyrë që është në pamundësi për ta kryer, sepse këtë tha dhe gjykata kushtetuese. Dhe që Tirana të mos mbetet pa kokë. Shumë e thjeshtë. Tani, të gjitha të tjerat janë pastaj dokra, janë teorira, janë muhabete të klubeve mediatike, të klubeve politike, që mua nuk më interesojnë fare, realisht nuk më interesojnë. Dakor, As nuk i marr përsipër që ti komentoj. Dhe si shikoni dhe unë nuk po tjerën shumë se dhe unë nuk bëj tentojt mos bëhen pjesë e atij lloji kazani. Por ju sapo thatë që nëse do ktheheshit prapa do bënit sërish një gjë, pra do kërkonit që Erioni të zëvendësohej me zgjedhjet sepse mendoj është gjëja më e padrejtë që i bëhet Tiranës, që nga një anë i merret peng njeriu që ka zgjedhur, nga ana tjetër i merret peng e drejta për të zgjedhur dikë tjetër, në kushtet kur njeriu që ka zgjedhur mbahet në paraburgim nga drejtësia, pra nga i pushteti i pavarur, që ka të drejtën e vet të bëjë atë që mendon, dhe që pavarësisht se çfarë mund mendoj unë ose çfarë mund mendojmë ne, s'ka pikë rëndësie për sa i takon asaj që mendon dhe që bën drejtësia. Se këtë kemi vendosur t'i japim pavarësinë dhe mos ta vëmë në diskutim faktin që është i pushteti i pavarur dhe pikë. Por ama nga ana tjetër, nevoja e qytetit është gjithmonë e më alarmante. Kjo është një gjë që shifet, që duket, që kuptohet, dhe qyteti nuk mund të drejtohet me delegim ose me telekomand, sepse bëhet fjalë për një qytet 1 milion njerëz që hynë edhe që qarkullojnë gjatë ditës. Erioni Zori publikoi një urdhër pak ditë më parë ku urdhëronte bashkinë të merrem me zbukurimet dhe me festat për festat e pra, këto janë të gjitha shenja të një anomalie të madhe, por gjykata kushtetuese vendosi ndryshe, edhe lajmi aty në fakt për mua do duhet ishte që nuk e kontrollokemi, ne nuk e paskam kapur unë gjykata kushtetuese, se nuk është hera e parë në fakt që vendos ndryshe nga vullneti im dhe i qeverisë, po në këtë rast ishte, si thush, një në thonjza karshillëk i drejt për drejt, por është gjykata kushtetuese, është drejta gjykata kushtetuese të marrë vendimet që i takojnë asaj t'i marrë, dhe tani nëse kjo gjykatë kushtetuese do t'jetë koherente me këtë vendim, do duhet që kur kryetari i bashkisë shkoi aty për të kërkuar të lirohet dhe të vazhdoj në gjendje të lirë procesin, gjykata kushtetuese duhet ta lirojë, sepse ndryshe është bie në kontradikt thellë me vetveten. Këtë them unë. Në fakt, për shumë veta vendimi është kontradiktor, se siç thatë dhe ju, nga njëra anë e quan që nuk mund ta ushtroj. S'ka mundësi të shkoj, po ju nuk duhet ta lëvizni. Pra, vendimi i gjykatës kushtetuese jo në atë mënyrë. Pra, në një farë mënyrë gjykata kushtetuese jo në mënyrën se si është kërkuar. Pra, Erioni duhet të ishte prezant në Këshillin Bashkiak dhe qeveria duhet të argumentonte më shumë se thjesht mungesën e tij. Jo, nuk ka çfarë argumenton qeveria, sepse Erioni nuk ka shkel kushtetutën.
Dhe pastaj këtu hym në një diskutim tjetër që a duhet në fakt gjykata kushtetuese ta merrte fare në konsiderat, sepse ai nuk është shkarkuar për shkeljet kushtetutës, ai nuk ka bërë në këndvështrimin tonë në një faj